dhënë durim të kuraje. Gjenazja e dytë është e Hamid Ahmed Ghori sahibit, që ishte nga Hyderabadi, Indis, edhe ai ndroi jetë ditët e fundit në moshën 74 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai kishte bërë vasiat, pra testamentin. Ai la pas bashorten, një vajzë dhe 4 djem dhe shumë një përembesa. Të gjithë fëmijët e tij po i shërbejnë xhamatit në një mënyrë ose tjetrën. I ndjeri ishte vllai i vogël i Inam Ghori sahibit, që është Naziri Ala i Kadianit. Ishte babai i Samad Ghori sahibit, që është misionar dhe presidenti i xhamatit të Shqipërisë. I ndjeri falte rregullisht namazet e 5 vakteve, madje edhe tahajjudin. Ai kishte dashuri të madhe për Kuranin e shenjtë, e lexonte rregullisht dhe përpiqej ta mësonte atë përmendsh. Derisa ka qenë me shëndet, pasi falte nafilet para sabahut, dilte në lagje dhe duke shkuar për në xhami, trokiste në dyert e shtëpive të ahmedianëve për të thirrur njerëzit për namazin e sabahut. Ai pati fatin ta bënte edhe haxhin dhe umran. I zbatonte porositë e kalifit të kohës. Për çdo porosi, sado të vogël apo të madh qoftë, së pari përpiqej ta zbatonte vetë. Dhe më pas u lexonte ato porosi edhe të tjerëve, nga që mbante hutbet në xhamin e xhamatit. Kështu që së pari mendonte ti zbatonte urdhrat në mënyrë që t'ua thoshte edhe të tjerëve për t'i zbatuar, dhe në këtë përpjekje me bekimin e Zotit ai gëzonte dhe sukses. Kuronte falas me homeopati, kishte mbledhur shumë ilaçe në shtëpi që u jepte falas të smurve. Ishte shumë i përparuar në kontributet financiare. Një i afërm i tij thot, kisha shumë mangësi në çandat, pra në kontributet financiare të vasiatit, të testamentit. I ndjeri shkoi te sekretari i financës, i pagoi mangësitë në emrin tim dhe më pas më erdhi dhe më tha, kujdes, mos i lë mangët kontributet, jep çandat në radh parë. Njerëzit e fisit i mbante afër, vazhdimisht i mblidhte në shtëpinë e tij, merrte pjesë në gëzime dhe në hidhrimet e tyre. Përfaqësuesit e xhamatit dhe misionarët që shkonin i respektonte shumë. Ai pati mundësinë të shërbente xhamatit në pozita të ndryshme si zëvendës amiri i xhamatit të Hyderabadit, sekretari i mësimeve të Kuranit, presidenti i xhamatit në lagje, Nazim Ansarullah, zëvendës Sedr Ansarullah për jugun e Indis. Pra i ka shërbyer xhamatit në mënyra të shumta. Njëherë mori pjesë edhe në gjelsa këtu në Angli. Allahu e falt dhe më shiroft. Djali i tij, që është misionari i xhamatit në Shqipëri, nuk shkoi dot në xhenazën e babait. Allahu i dhën durim edhe atij dhe kuraje. Sidoqoftë pas namazit do t'i drejtoj namazin e xhenazës ghaib.